as pak, sigur i gjithë populli shqiptar t'ishe si këta, dhe t'ishe i bashkuar, dhe t'isha vetëm për balë tyre, zoti ja prisha fare qefin vetës. Mjafton morali. Nuk kanë moral as flasin, edhe jo më të tregojnë në bashkimin, apo forcën e tyre. Romeo, në qoftë se qëndrojmë të zhvillime, do doja të pyesja pak. Fakti që zoti Berisha në mbledhjen e grupit që i bëri kryesisë Partisë Demokratike, fakti që grupi parlamentar përsëri zoti Mbardhi e mbajti kryetar grupit parlamentar. Zotin Gjekmarkaj e mbajti përsëri në kryetar grupit parlamentar. Zotin Belin Këlliçi dhe të mora sa besoj në një nga 3 bestimit ke pas kontakt. Sa zotër ka dynjaja, diti? Sa zotër ka dynjaja? Do me një zot ka dynjaja? Do me thënë, se cili me... Një 5.000 orë të avolim, përndaj. Kjo unë i drejtojmë për çështje etike, po që ti e zotëri duhet ta fitosh, me thënë drejtë. Që ti e zotëri ka një konotacion. Ke shumë të drejtë, po, ke shumë të drejtë. Të kërkoj ndjes unë tani. Këta që shikoni se për ta korrigjuar, pse i mbajti Berisha, Bardhin e votbesoi, Këlliçin e bëri nën kryetar partie, Gjekmarkajn përsëri e votbesoi. Çfarë shikon Berisha te këta që ne nuk e shohim dot? Se ata rezultat jo të mirë. Në zonat e tyre humbës, historiku i zigzageve politike... Mbase do largohesh i qik shu, edhe fizikisht, se kanë dalë këtu tani, nga që duke marrë me këta për ditë, po edhe me kohën. Janë shërbysit më të mirë të Berishës edhe qëllimeve ti për të mos u përballur me drejtsin, me gjitha, ja kanë plotësuar atij kushtin për të kthyer vetë dhe pjesën më të madhe të PD-s në një bunker, në një detachment politik, për të mbrojtur Berishën dhe familjen e tij, privilegjet e palishme që ai ka po dhe këta, se dhe këta kanë qenë në akuzë gjithë, dhe në mënyrë të hapur kanë planuar të bëjnë karrierë duke i shërbyer Berishës edhe jo elektoratit shqiptar. Pra janë thjesht zaronës të interesave ti, vegla të tjera të interesave ti, të cilët mund të bëhen dhe kundërshtar të egër ti nëse u preken interesat e tyre. Pra kanë harmonizuar interesat e tyre personale, meskine, të jashtëligjshme, e quajt ato që nuk është e moralshme, quajt jashtëligjshme, me interesat të një pengmarrësit, mund të jetë një nga më të mëdhenj, nuk po e quajt tani Berishën më të madhin, se konkuron me Ramën, të fateve të këtij vendi dhe këtij populli. Pra kanë bërë zgjedhjen e tyre, për mua fatkeqësisht shumë negative dhe me shumë pasoja për partinë e tyre, por dhe për këtë vend. Romeo, do doja të mirja dhe një koment shkurtër për një prej zhvillimeve brenda Partisë Demokratike dhe më pas të kalojmë në këtë panoramën e madhe se si do luftohet korrupsioni me Djelzën dhe me shoqet e saj. Rikthimi i Salianit në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, në pamjet që janë transmetuar në media, është pritur ftohtë. Nuk e shikojnë më Berisha dhe grupi i tij si një të burgosur politik zotin Saliani, apo i tremben një rebelimi të tij brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo dhe brenda Partisë Demokratike. Si e ke parë? Ajo që thuhet dhe që unë besoj që mund të ketë një të vërtet, nuk e bëj për diversion, po këtu nuk bie njëri në burg, po s'kan dakord të usallar të mëdhenj. Dhe kështu që Saliani e di më mirë ku i pikon çatia e tij. Besoj që ai është në dieni që mund të përdorur, ose mund të jetë servirur edhe me një dakordsi qoftë në heshjet Berishës për të bërë atë burg që bëri. Edhe që njëkohësisht i prishi karrierën për disa vite të mëtejshëm. Pra një dakordsi për ta çuar Salianin në burg. Logjika ime
Këtë më ka thonë dhe këtë po them. Ai ishte një nga zërat në këtë pikë unë përmend edhe Bardhi, nuk jam mohoj që ka qenë një zë vërtet i palishëm shumë raste, po edhe simpatik i opozitës. Pra e shoh me dy këndvështrime Bardhin. Pavarësisht pasaj që nuk e te kalon vetën dhe nuk përballet si duhet me dukurit brenda partisë ti dhe partinë përballë ti. Pa duhet t'jesh i vërtet. Duhet ta pranosh vërtetën dhe kur të dëmton dhe personalisht. Në mënyrë që t'jesh i vërtet dhe t'jesh i pranueshëm në këtë rang të politikës. Po ishte një nga zërat i cili mund të dilte jashtë kontrollit të Berishës, mund ti, mbase janë pagjykuar dhe lidhet ti me persona tjerë fuqishëm politikë, sot janë prap në burg si ai. Besoj se si çdo njeri dhe ai në burg ka pasur kohën e dur, qetësinë e dur, përqendrimin e dur dhe ftohtësinë e dur për ta kuptuar se nga i ka ardhur e keqe. Mendoj që do t'i hapi ose do japi një impuls brenda se partije, sa e fuqishme do të jetë ky impuls nuk e di. Shpresoj të jetë aq sa duhet, por që besoj e ka njohur mirë Berisha. Edhe shpresoj të ketë një reflektim dhe të bëhet payback-un që duhet. Do doja të mirja një koment për ty për emrat e ministrave të qeverisë Rama. Çfarë të bëri përshtypje, çfarë ishte e pritshme dhe fakti a të duk një qeveri politike apo një qeveri teknike, sepse po përgatitej për Shqipëri në BE, por tash më sjep, disa emra u konfirmuan, disa u zëvendësuan. Velie u lajmërua ditën e dieshme që u shkarkua nga Bashkia e Tiranës për të zëvendësuar me Manasterliu. Më bën dot një përmbledhje të asaj se çfarë pe ditën e dieshme dhe si është nga syri jot kritik. Tregon aftësinë e Ramës që fokuson njerëzit pranë televizionit, domethënë, se radio ka kohë që na kalon shënden, për të marrë vesh kush do zgjidhet. Në një kohë që nuk kam pas asnjë lloj interes. Se thelbi i qeverisjes për mua do të vazhdoj të jetë ai që ka qenë. Në filozofi politike thuhet nuk jemi ata që themi se do të jemi, po jemi ajo që kemi bërë dhe po bëjmë. Nuk jam optimist për të thënë që është bërë një mrekulli, edhe nuk besoj kur dhe